Mbrëmjen e së martes kanë mbritur në Shkodër haxhilerët që kryen haxhin për 20 ditë në vendet e shenjta të Mekës dhe Medinës. Pas mbërritjes në Shkodër, ato shprehin emocionet e tyre për këtë rit të kryer, ndërsa theksuan se nuk ka fjalë për të përshkruar këtë kënaqësi. Edhe inshallah Zoti ju pranon të gjithëve haxhin dhe inshallah Zoti ju ban të mundën të gjithë muslimanëve për me vizituar ata vende të shenjta. Emocioni i veçantë nuk s'kan Sti që më thamë për zotë. Vetëm ai që shkon atje e kupton kënaqësinë edhe ato shpërblime që ka ai vend. Vetëm ai që shkon atje nuk mundesh më përshkruaj me fjalë. Haxhin, shkumjen, Mekën, Medinë, si për umra ashtu për haxh. Haxhi ka rëndësi të veçantë, është një ndër 5 yllat e Islamit. Lumku ja ban Zoti rrezik, inshallah Zoti ja ban rrezik gjithkujt. Ndërkohë me ftyi i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari tha se këto haxhilerë bashkarisht janë lutur në vendet më të mira të globit, në kohë të çuditshme dhe në kohë provash, si edhe në kohë paradoksesh. Sot ju urojmë mirëseardhjen. Edhe patjetër që të shoqënojmë me këto tekbire që na e çojnë zemrën pesh, marrim emocionet më të mëdha të mritjes në Shkodër të me 100 haxhilerëve të shtëpisë Allahut, të cilët këtë vit e kanë pas fatin e mirë me u bashku me miliona besimtar musliman nga marë bota, edhe bashkarisht me u lut në vendet më të mira të globit, në kohë të çuditshme, e në kohë provash, e në kohë paradoksesh, mirë po bekimi i madh për ne është që nga qyteti jonë janë një grup i madh besimtarë që janë përgjigjë ftesës së Allahut, edhe kjo na bën me udhënim mirë, edhe na fton me meditu, edhe me menu se Zoti na don, edhe Zoti na fton me shku pas thirrjes së Tij. Haxhi është një prej 5 shtyllave të fesë islame, teksa këtë vit nga Shkodra kanë qenë 104 haxhilerë.